Me shumë se 20 nxënës me talent në këngë nga shkolla Beslidhja u bën pjesë e skenës së patë kulturës në Lezhë në kuadër të edicionit 8 të festivalit Erdhi Pranvera. Ky aktivitet artistik nga mësuese Leonara Haxhia synon të promovojë të mbështesë talente reja duke u dhënë atyre mundësinë e parë për të shprehur pasionin e tyre për muzikën dhe performancën. Haxhia cilësoi festivalin si një hap të rëndësishëm për fëmijët që duan të ndjekin rrugën e artit, duke theksuar se kjo skenë shërben si piknisje për zhvillimin e tyre artistik. Tyra janë është me zbulu talente të reja, më janë të ecin vetë. Në për shumë në vendin nantet të ndryshme, në shumë koncerte të ndryshme, pra puna janë kjo është. Me zbulu, me i bu për herë për në skejnë, më në ecin vetë. Ndërkohë drejtori Drap Lezhë, Hasan Muqa vlerësoi traditën artistike të qytetit duke nënvizuar se ajo vërtet ndërruhet dhe të pasurohet nga brezë të rinj, si nxënës të shkollës Beslidhja. Lezhë, Beslidhja në vjet ka patur grupet artistike, të cilët filluan të bëjnë epokë të vetëm për grupin e internetit. Ndërsa sot ka shkollën Beslidhja, e cila në mënyrë virtuale, në këto vite ka filluar të pasurojë faqet e suksesit të saj. Ky festival është rëndësi shumë e mirë dhe real për nxënësit për shprehjen e tyre, sfidohen nga ana tjetër, hedhin hapa të sigurt në frymën e tyre artistik dhe personal. 60 nxënës u rikthyen sot, duke dëshmuar rritjen e tyre artistike dhe sa të besim kanë dalë pas dalë, po ashtu 6 nxënës të ri u bashkuan se skenë me shumë guxim. Të nxënës që vajtojnë të duar të kitën, të mbështeten dhe të gjitha të rriten në kujdesin dhe mjeshtërinë e profesionistëve. Interpretimet në skenë sonë zëra të rinj që spikaten për talentin dhe për kushtimin duke treguar se me punë dhe pasion suksesi nis që në hapet e parë.